Tu që kemi dalë, si shoqata dalër nga lufta, kemi dalë t'i dërgojmë unë mikit, Euleksit dhe ndërkombëtarëve që jeni të mbajt peng njerëzit i keni kidnapuar, ata njerëz të cilën sollën njerinë, pavarësinë dhe paqen dhe demokracinë në vend. Që ata do të vinë të lirë, po kjo gjykatë më shumë është politike se gjykatë që ndan drejtësinë. Ne nuk shpresojmë shumë ta në drejtësi. Sot bëhen 5 vite pa fajësi, 5 vite pa drejtësi, 5 vite larg familjes, 5 vite larg bashkëqytetarëve, 5 vite që shumë të dashurit e tyre kanë ndruar jetë, e ata nuk ishin aty. As për të dhënë të mirën në fundit. 5 vite që burrat e lirisë po mbahen të mbyllur për një luftë që sollën lirinë, paqen dhe shtetin tonë. Ne sot, tu që kemi dalë, si shoqata dalër nga lufta, kemi dalë t'i dërgojmë unë mikit, Euleksit dhe ndërkombëtarëve që jeni të mbajt peng njerëzit i keni kidnapuar, ata njerëz të cilën sollën lirinë, pavarësinë dhe paqen dhe demokracinë në vend. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë drejt, ka bërë luftë për vendin e vet, për kombin e vet dhe për gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë të lirë dhe jo ne sot merremi si kriminal. Euleksi dhe njerëzit e Euleksit tentojnë që luftën shqiptare të Kosovës ta barazojnë me ordhit serbe çetnike paramilitare. Ne nuk jemi ata njerëz që kemi bërë krime. Rrugën çfarë ka marrë kjo gjykatë, ju nuk besoj. Shpresoj, duhet besojnë që besojnë në Zot që ata do të vinë të lirë, po kjo gjykatë më shumë është politike se gjykatë që ndan drejtësinë. Kem pa edhe dëshmit që janë dëshmu faktikisht nga prokuroria speciale, kem pa që pjesa më e madhe e tyre janë dëshmitar të paguar ose të inkuadruar ose nga Serbia, pjesa e madhe e tyre që i dim që kanë qenë dëshmi plot atje. Ne si proces e kem pa, kem shpreh pakënaqësitë në shumicën e raste ku kem pas mundësi edhe me protestat që i kem organizuar edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovë. Si proces ne nuk shpresojmë shumë ta në drejtësi.